Unë kam me gjitha ta që shiten manikena. Manikena, i djeliknon, i talentum, e ka përqafun i publikitër. Po tash, mendimi jam është qashtu që të nkuën promovën skena eksplicite, të nkuën promovën i thur lovë dhe kokainës që tu jënë. Se aj nuk bëndi qka të pa bona, bedin, po qëtu qka jënë Qfar skena eksplicita i të kujtona një? Me atë femnën që ka pos me atë roskene që gjonat thjeshta, nuk është nësen wow që ka bas dëngjoni, a zotria në fjolla, dikush tjetër. Jo, dëngjoni ka bolla, wow. A mendojnë që nuk e meriton famën të cilën ajo posedon sot? Famën ja jep një mediat, në nësë... Jo, jep aj vetës. Kush jeni ju? Jep vetës. Kuj drejtorsh me ju edhe ti e gazetar? Jepin këta, jep aj vetës. Kontribut jepni edhe ju? Jepim fond, sa ndjekësat e tina jepim famën atina, ju këta. Dalimi është që unë si japë një gazetarve që analizoj të nkuën që ka të qëndu. A shkrum për dëngjonin? Jo, nuk shuja. A menon që dëngjoni ka... A menon që dëngjoni ka talent? Një lajmë për dëngjonin. Jo. A menon që ka dëngjoni talent? Ka talent. Mendoj që ka talent, po mënyra që shqibon kongët, mendoj që jënë pak jo për skenën tonë.